1950 familje në Bashkinë e Maliqit trajtohen me ndihmë ekonomike nga sistemi dhe 174 familje të tjera përfitojnë nga fondi prej 6% i blok ndihmës ekonomike. Sipas burimeve zyrtare, gjatë muajve të fundit, ky trend ka qenë i njëjtë, sa i takon këtyre familjeve në nevojë. Nga Bashkia Maliq kemi 1950 familje që trajtojnë me ndihmë ekonomike të plot nga sistemi dhe 174 familje që trajtohen nga fondi 6%. Gjithashtu vërejmë se vitet e fundit nuk ka ndonjë lëvizje të numrit të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. Janë të njëjtat shifra, nuk kemi lëvizje të shifra. Luhatja në skemën e ndihmës ekonomike ka kryesisht gjatë muajve të verës për shkak të punësimit sezonal të të rinjve në vendin tonë, por edhe të punësimit sezonal në shtetin grek të shumë qytetarëve. Një gjë e tillë sjell ulje të përkohshme të numrit të personave që trajtohen me ndihmë ekonomike. Ndërkohë sipas përgjegjëses Hoxha, shuma që ata përfitojnë varion nga 2.000 lekë në muaj për familjet me një antar deri në 12.000 lekë në muaj për familjet me 3 apo më shumë fëmijë minoren. Bashkia e Maliqit është një nga bashkitë me numrin më të lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, kjo në raport me numrin e popullsisë.